Është e çuditshme bre, hala atje para mirë, bomba u hetu që diçka nuk ka në rregull, se kur dola e pash që çmimet e naftës veç lëvizën. Do thotë, nuk po e kuptojmë. Hajde sot, ka lëviz çmimi. Sot, se është bu mbi një muj atje. Mirë po, marrë që aty në ditëve, që ato s'po muj me kuptue. Sikur mos më u kanën për kraja për Ministrisë Bujqësisë. Mos është kjo për kraja që jipën subvencionet, unë për të garantoj sot që asnjë plomb tokë nuk kish më kanë punume. Se nuk ka kur farë lëvërdije. Për arsye se një hektar gruni qëtë mesatarja 4 ton. Çmimi i drithit dihet që është dikun 18 cent. E marrën për nuk mrin atë 1000 euro, a kostoja e prodhimit deri në finalizim na kalon 1000 euro për 1 hektar. Mos më kon për kraja për Ministrisë Bujqësisë. Parcelat kemi pasën keq djerrina. Po dhe kjo për kraja që është bu, nuk do të thotë që na kemi ngrit një herë subvencionet, edhe tash me shku me ato. Duhet mi përcjellën edhe me shku të ngrit gjithmonë. Çka kemi të vështirë që tash? Kjo kriza e naftës që është bu, kjo neve na kushton shumë. Sfida më e madhe jo vetëm për Valonin, por edhe për bujqit e tjerë është ngritja e çmimit të naftës. Kjo po që i ka sjellë të lashe atyre në zhvillimin e procesit të punës. Edhe ditëve të fundit, ankesa më e madhe e krejt popullit tonë është nafta, të fillu për ata të cilët e ngasin veturën çdo ditë trafik, por edhe tashmë edhe për juve si bujq. Cilat janë ato sfidat në këtë rast, dhe me sa po ndikon kjo në bujqësi? Po, jo kjo na ndikon shumë në bujqësi, se këta maqina që po i sheti, kjo maqinë një zën dikon 250 litra naftë. Na i kem 3 traktora që duhet mi nisë mëngjes, deri në mbrëmje ata dojmë prap nesër mëngjes atë sasit naftës. 250 litra. Një maqini zën 250 litra naftë. Tash ti mëngjes dhe i mbrëmje në naftë shpenzohet. Duhet mi mush çdo ditë, ajo kosta për neve po na ndikon. Është e çuditshme bre, hala atje para mirë, bomba u hetu që diçka nuk ka në rregull, se kur dola e pash që çmimet e naftës veç lëvizën. Do thotë, nuk po e kuptojmë. Hajde sot, ka lëviz çmimi. Sot, se është bu mbi një muj atje. Mirë po, marrë që aty në ditëve, që ato s'po muj me kuptue. Edhe çka është e nevojshme tash për tash. Është shumë e nevojshme me dalë Ministria me një përkraje, jo për krejt kulturat, jo për kulturat të cilat janë mbjellë në vjesht për grunin, për këto kulturat të cilat do të mbjellën pranverë. Është mirë me dalë me bu një përkraje dikun me 50 litra, 100 litra në hektar. Për arsye me zbut këtë gjendjen e cilja i ka zonë bujqit këtë ku. Edhe këto krizat të ndryshme po ndikojnë pastaj edhe te vetë vullneti ju si bujq, te vetë mbijetesa ndoshta, sepse nuk mundesh me nxjerr ato financat që i ke parashikua. Po jo se është e pamundshme me nxjerr, se po ndodh kjo. Do të thotë çështjet e inputëve hypin. Plehu dikun na ka hyp tash për 3 euro gjys 4 euro thes. Nafti ka hyp dikun për 70 cent, a? Neve çmimet po na lëvizin, po hypin. Mirë, po çmimi i drithit veç po shkon të ra, nuk po shkon të hyp. Do të thotë na, kostot na po shtim pare, po kur po kthehemi marr po morrëm për çdo vjet më pak se sa që kemi marr vitin e kaluar.